Zoti Alidi, e keni garën me Vjosa Osmani në LDK-n për vendin e dytë apo shikoni për më lart këto zgjedhje? Po, unë kam një mendim pak si ma ndryshe, sepse u po them se në qoftë se nuk dalim partije parë, atëherë fushata do të bëhet, por nuk ka ndonjë vlerë me dal partije dytë ose partije tretë, siç po thoni ju. Vjosa Osmani e ka garën publikisht me Albinin, por unë mendoj që ata kanë një marrëveshje të përbashkët që pas zgjedhjeve prap të ndajnë fuqinë politike. Pse? Sepse e kanë fillu një fushat e cila domosdoshmërisht ndikon tek votuesit dhe ndikon tek lënia në margjina të partive tjera të cilat konkurrojnë për pushtet. Sepse përplasjet janë me disa çështje që populli ose elektorati metet I shtangur, kur ti thosh për shembull, siç I tha Albini, ti ke tratu se e taku fshehur aty me Vučićin dhe s'ke raportu, këta e akuzojnë Vjosën, ti e taku me Grenelin, e taku me Kudiun me ata ambasadorin e Serbisë, ambasadorin, po tani këto janë takime krejt normale që mujnë mu bo, janë bo të herët takimet me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve dhe takimet janë bërë për të marrë për të shtensionu raportet. Unë besoj sepse akuzat janë të tilla sa njerëzit kanë kurreshti, janë kurreshtar me mësu diçka se pse ka takuar fshehur azi Albinin, ose pse kjo Vjosa është takuar me ambasadorin e Serbisë atje në Amerikë, ku është taku. Tjetër thot Albini ka desht me I kërku kësi qira për bon stilin Amerikanëve, jo që njeriu mund të bisedoj, po s'ka asnjë argument. Pra, këto janë mënyra e të bërit fushat në variantin siç bëhet edhe në Perëndim, por opinioni këtu nuk është I përgatitur dhe nuk e beson që një leadership, një burr shteti bën akuza të pa argumentume për një grusht vota. Pra, po e ruajnë njëri tjetrin deri tani. Po perujnë sepse s'po japin asnjë argument për ta binë dikën se njëri ose tjetri kanë bërë ndonjë veprim antikushtetues. Atëherë për çfarë po bën zgjedhjet? Këtë duan që Kurti edhe Osmani të dëmtojnë me këto zgjedhje. Unë po them që mundësit janë të ndryshme, fuqia politike domosdoshmërisht që duhet, marrëveshjet politike duhet bëhen për të zgjedhur institucionet, nëse nuk ndryshon kushtetuta dhe nuk nulohet ai vendimi që është marrë nga gjykata kushtetuese lidhur me quorumin dhe mundësitë e bllokimit për zgjedhjen e presidentit, atëherë duhet besoj prap ne do të shkojmë zgjedhjen tetor. Po, ka ndonjë ndërhyrje tjetër që mundet ta shpëtoj Kosovën nga kjo krizë, ndoshta I jashtme nga faktori ndërkombëtar apo ndërkombëtarët, që është e vërteta, kanë qenë ata që kanë marrë kontakte me partitë, kanë qenë pozitiv dhe I kanë lutur të gjithë që bëni zgjidhje. Tani na jemi shtet I pavarur dhe duhet I bëjmë zgjidhjet vetë pa ndërhyrje ndërkombëtare. Dhe unë e quaj si shumë pozitive qëndrimin aktual të gjitha ambasadave, të gjithë përfaqësuesve që kanë komunikuar dhe kontaktuar me partitë politike këtu,
që nuk kanë ndërhyrë në variantin o bën kështu o prish i keni marrëdhënie tek Këshia me neve. Ky e ka fut në sanksione Kosovën për 2 vjet, kemi qenë sanksionet e Bashkimit Evropian për veprimet e tij avantureske që i ka bërë, të cilat prapi janë kthyne pikën zero siç kanë qenë. Prandaj unë besoj që Partia Demokratike do të dalë e para në këtë zgjedhje dhe edhe nëse qofse nuk del, do të kontribuojë shumë që institucionet e Kosovës të krijohen. Po, në një situatë hipotetike, në një tjetër skenar ndryshe nga ai që ju thatë pak më lart,